Të nderuar, këtë javë Kombet e Bashkuara ishin qendra politike e botës. Agresioni rus kundër Ukrainës tregoi se si forca shkatruese e luftës u derdh lehtësisht në ekonominë e çdo shteti të botës. Asnjë shtet nuk u kursye. Por dëmi ishte më i vogël tek ata që kishin zhvilluar një mekanizëm mbrojtës ndaj goditjeve të jashtme në strukturën e tyre ekonomike. Pavarësisht nëse ato ishin shkaktuar nga goditje ekonomike, mjedisore apo gjeopolitike. Ai mekanizëm mbrojtës quhet rezistencë ekonomike dhe ekonomia jone e Maqedonisë mund të arrijë atë më së shpejti vetëm përmes përshpejtimit të proceseve integruese europiane dhe anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Anëtarësimi në Bashkimin Evropian do të na jap kryesisht qasje në tregun e vetëm më të madh në botë për 500 milion konsumatorëve, duke ofruar një bazë të larmishme konsumatore për produktet dhe shërbimet tona. Një rrjet i zgjeruar i marrëveshjeve tregtare, reduktimi i barierave tregtare do të ndihmojë në kompenzimin e humbjeve nga goditjet e mundshme në të ardhmen. Harmonizimi i rregullativës, standardet dhe praktikat e qëndrueshme në të gjithë industrinë mund të jenë një tjetër burim i qëndrueshmërisë së ekonomisë sonë. Këto janë vetëm disa nga përfitimet ekonomike që mund të përfitojë Maqedonia e Veriut dhe për të forcuar aftësinë e saj për të ecur nëpër peizazhin ekonomik global që ndryshon me shpejtësi dhe për të mbrojtur standardin e jetesës së qytetarëve tanë edhe përballë krizave dhe konflikteve, për të cilët këtë javë u diskutuan në Kombet e Bashkuara.